shporta e qytetarit kosovar që përmban produktet bazë po vazhdon të rëndohet. Kjo për shkak të inflacionit që ka arritur normën në 6% dhe Kosova zë vendin e parë në Ballkan për rritjen e çmimeve të konsumit. E për këtë ngjarje, i pari i shoqatës konsumatori tregoi që ndër të tjera, faj kanë edhe qytetarët që janë neglizhent ndaj kësaj situate. Ne duhet të kthehemi dhe të bëjmë të duhurën për vetveten tonë. Nëse ne jemi neglizhent, mos të presim as nga ata të cilët i kemi fuqizuar me votën tonë të rirë demokratike, kemi bartur kompetenca autorizimet e ata, i përkrajme me paranë tonë publike, që të bëjmë diçka më shumë për ne se që po bëjmë ne për veten tonë. Do me thëmë, kjo që po bëhet ndaj nesh është refleksion i asaj që ne po e lypim, që ne po e kërkojmë. Ai tregoi po ashtu edhe për zgjidhjen e kësaj problematike. Ne duhet të vëdësohemi dhe të bashkohemi dhe të bashkuar t'ja prezantojmë qeverisë dëshirat, planet, kërkesat dhe perspektivat tona. Nëse ne nuk bashkohemi dhe nuk ja themi qeverisë troq, qeveria do të na thotë në mënyrën e saj troq. Rritjet e çmimeve janë regjistruar te ushqimet dhe pijet jo alkolike, kujdesi personal dhe shërbimet të ndryshme. E kjo rritje e çmimeve është ndikuar kryesisht nga shtrejtimi i transportit, strehimit, ujit, energjisë elektrike, gazit dhe lëndëve të tjera djegëse.